nuk do e bëja një zgjedhje të tillë. Pse? Sepse Ty bashkë kishte shku. kjo nuk do e bëja një zgjedhje të tillë asnjëherë. Gabim je pra. Kjo, pse jam gabim? Je gabim. Pak kam menduar atë gjën që për veten time, që ta bëj një fëmijë, po ta rris vetë. As për këtë nuk jam. Se kam gjetë rahat, domethënë, me një partner. Më duk i denjë. E kuptoj, je ende shumë e re. E shumë e re. E re, po pikërisht përse jam e re, prandaj do fëmijën që tani. Tani o zemra duhet fëmija, mos ja fut kohë. Unë mendoj që 26 vjeçë për shembull deri 30 kesh 2 fëmijë. 2 fëmijë, kesh 2 fëmijë. dëgjoj, unë Edhe të vazhdosh jetën o vëlla, me punë, mas punëve, gjona. I ke fëmijët pastaj për Ke pleshëri. fëmijët o vëlla. po ju si, Punosh, të krijosh nuk ka gjë kushtet më e të tyre, bukur kushtet e që vetes. ti të krijosh një familje të shëndetshme. Ore, Pra kur fëmia vjen të o zemra, rritet prit një me prezencën e mamit dhe të babit në Zemra. shtëpi, Apo flasim, Po, bash. tani Andra nuk e me gjen sy ato hap. partnerin. apo po folim diçka të prekshme. Për shembull Dakor, unë do pse kisha- ke shku deri tani 34 vjeçë? sepse unë nuk kam Sepse ke dashur të bësh jetën tënde, ke prit gjithmonë mirë, Jo, më mirë. po nuk kam Nuk pas, është se edhe nuk kam pas, njerë kanë qënë, nuk kam pas fat me personin që kam pas në krah. Po, pra. Jam darë. Pikërisht ti nuk do presësh personin e duhur. ndoshta sa vonë E personin vesh ti dhe unë 40 vjeçë, sa të na vi, po na erdhi. Më mirë krijon atë familjen tënde, aty brenda vetes, s'është e thonë gjithmonë duhet jetë mashkulli në atë shtëpinë perfekte. Unë nuk them që nuk mundem t'i siguroj Heke fëmin. çkil ves se ke shumë keq. Ta kam vurë edhe gjatë prajmit, ja bën dëgjoj, dhe që bën, nuk e dhe hiqe, kujdes. Heke. Se nuk e ke pa, se ke shtu këtë ditë. e kam nga presioni këtu brenda. Po, hiqe, njëherë mund ta bësh për shembull,